që deri tash s'ka asnjë argument. Absolutisht. Sepse mendoj, se njeri thot, a thua ka mujt me ndodh. Unë jam shumë i bindur se s'ka ndodhur kur diçka e tillë. E vërtet. Tani këto gjykata po vazhdon, aq sa po muj me pa. A ka argumente, a s'ka argumente, unë nuk jam kompetent. Por unë nuk e besoj që ai gazetari që më thu. E po, nështë ta keni dëgju për një person që ka dhënë një deklaratë të rrënjshme, tani ka ro pishmonit, një farë Halit Saitaj. Nuk e di. Nuk e dëgju për to? Jo. I kanë ro pishman, kanë folë, s'kanë folë, për në çështje. Por me rëndësi është që unë besoj shumë që ata do të dalin pa fajshëm. Sigurisht, bravo. Dhe interesi i Kosovës është aktgjykimi në cilin decisivisht shpallën pa fajshëm. Sigurisht. Jo, për shembull, nuk kisha me preferu variantin cilin ta me të mujshëm po thojnë se do shkon dikush dhe do t'ju thot prish në gjykatën. Ato e dëshira nështë, ose fjalë të cilat dëshon dikush me ndëgju. Por, me qenë se ka fillu procesi, në prill, po thojnë, në fund prillit kryet, me dëshmitar, po besoj që gjyshma e vitit mund të ketë një aktgjykim, nashta. Jo pas ka qëllu Vebia, ko gjëshom? Vebi Kajtozi pas ka qëllu, ko gjëshom? Vebia ajo është një farë analisti që merret me këto çështjet e gjyqjeve të policisë, një kohë sa ka pas informata, tash është bërë analist politik edhe mund të dijaj, unë nëse di. E ki një rrëfim interesant në të shtot nëse s'gaboj, ku ke tregu se qështë ka ndjek udba, kur ke qenë të me thonë ilegalit, ka ndjek udba edhe njëri prej udboshve, nëse s'gaboj i bush klëku që kish pas shtin tyje me ardhë, kish pas gjujt. Rritim ti, mandajt ka strehu gjyshi Albelina Haxhiut, a është e vërtet? Nuk e di jo në kush ka shti, janë kanë i bush Klokoqi edhe ky Kuqi. Pa i bushit jam ujta me namën. Gjavit Kuqi. Kanë naktash dikun aty. Ka qenë periud kur jenë bërë arrestimet e organizatës sorë, unë ju konë ilegalitet, edhe kem pas takim me Gjavit Hazirin edhe Nuhi Ahmetin. Kem pas mu taku që aty dikon. Edhe tani ata mu kishin pas ly mu mas. E kush strehoj? Kush ka strehu babgjyshi Albelina Haxhiut, a? Jo, unë kam shku të shtëpia tani, kur ata kanë gjujt me altia, me pistoleta, ka është plagos një udbash, një oficeri udbës, një bashkim Qerkini. Unë që kom njofta, së kom ditë, por kur më kanë arrestu mu në Itali, edhe në Gjermani, me kërkes të Jugoslavisë, me më këthy këto, unë e kom pa, s'kisha një kur për ta. Po ata jënë plagos me zveti, se unë s'kom pa sa sarma, s'ku gjëjtë. Unë jam mikë, sa kom ujtë, edhe jam shku tani... Te Bacamet? Te Bacamet, edhe Ahmet Zullufi, a? Do i këtam thonë Ahmet Zullufi, po është Ahmet Haxhia. Ahmet Haxhia, po, babgjyshi Albelina Haxhiut. Po, në Prishtinë ka njoftë Ahmet Zullufi, se ka pas një servis të automjeteve dhe unë e kom qu veturën me nërejës të najerët taj. E që ka mendoni që du të me bo shtiti me ata që kam punu në UDB? Për shambull konkretisht me Mehmet Lucin, i bushin nëse s'gaboj e kam roha? Sa është problemi qa me bo shteti? Ke thonë me një deklarat që du të me bo ligjin e ilustrimit? Shiko, ligjin e ilustrimit ti mund është me bo, po qysh, ku i ki ato dosjet. Dhe unë menoj që dosjet jam, hapja dosje, ose manipulimi dosje, ka me qenë hapi i tjetër i shërbimeve sekretet Serbis për mi fush shqiptar në konflikt me zveti. Në Lavrosi, po. Por në qovë se nxerët ligjë për çështjet e personave të cilët kanë punu në organet e sigurisë, në qovë se ata
përputhje me qatë ligj, kanë bërë shkelje, atërë duhet ligji mu marrë me ta. Por ai ka qenë një sistem i tillë, jo veç në Jugoslavi, që rolin kryesor ka pas Partia Komuniste ose Lidhja Komuniste atëherë. Dhe platformat e miratuara në kongreset ose ato plenumet e kongreseve të Lidhjes Komunistave u kanë ofruar këtyne se si me vepru me anëmiqt që i kanë qujt, me iredentën shqiptare, me kroat, me gjithë ta që ka pas Jugoslavia rrezik. Dhe në qoftë se ta kanë zbatu ligjet, do të thonë kanë vepru në mënyrë ligjore, që është thot ligji decidivisht atë s'ke asnjë arsye me denoncu dikon se ka punu sipas ligjit. Në qoftë se dikush është torturu dhe është masakru brenda, ose për shembull siç është rasti që kanë humbë Gjavit Haziri akoma s'dihet ku është, një figurë tepër e rëndësishme, një figurë që nuk i është kushtu shumë nëpër media, për shumë arsye besoj, por ai ka qenë një ndër protagonistët kryesor me cilin jemi morë vesh me themelu që kënë. Gjavit Haziri? Po. Dhe ka qenë kryetari lëvizjes në Kosovë. Tani, në qoftë se kanë humbë ta njerëz, duhet me ditë kush i ka humbë, ku ka shku, ku është Gjaviti. Ata me marë kanë marë ata, e kanë qu dejnud, ku është? Ku është doktori Hafir Shalja? Kush e ka marë, ku e ka qu, ku është? Këto e në gjonat me cilat ligji duhet mu marë. Në qoftë se ka argumente që dikush e ka marë, duhet me marë në pyetje, duhet me marë deklarata. Ashtu si që ka shumë fakte, na kemi në Kosovë sene edhe ma të reja, nuk kemi veç ato moshët, na kemi veçinda vrasjet pas luftës të njerëzve që akoma s'dihet kush i ka vra. Edhe akuzohen pa lidhje njerëz? So puna kush akuzohet. Kush do që të akuzohet, shteti duhet mu marrë me ta, duhet me marrë në pyetje, duhet me trajtu. A të ka marrë në pyetje ty në shteti pas e qavet? Jo, s'kanë pëse me marrë. Po jo dhe po thamë? Jo. Ata s'm kanë marrë në pyetje edhe kur kam denoncu, kush ka desh me mbra mu. Po edhe po përshëta po thamë se ti Koxhena Fakalije? Absolutisht. Koxhena Fakalije? Asë që në lodhë, bile. Koxhena Fakalije, ke pështu shumë? Po qa me bata, zotë... Ke pos një atentat Prishtinë, ke pos një... Problemi është që diçka tjerë zakonshme mundet me pas. Po përshëndetje,